Mirë se vini në këtë analizë të thelluar mbi bankat komerciale. Do të zbërthejmë së bashku rolin thelbësor që ato luajnë në ekonominë tonë. Pavarësisht nëse jeni studenti ekonomisë apo thjesht keni kuriozitet, ky material do të ndriçojë mënyrën se si këto institucione formosojnë botën tonë financiare çdo ditë. Mirë, jemi gati të fillojmë. Kjo është harta jonë për sot. Do të nisemi nga vetë koncepti bankës, do të shohim llojet e ndryshme, do të zbulojmë funksionet e tyre kryesore, do të kuptojmë parimet e kreditdhënies dhe në fund do të bëjmë një përmbledhje të gjithçkaje. Atëherë, le të ndërtojmë një themel të fortë. Pyetja e parë dhe më e rëndësishmja, çfarë është saktësisht një bankë komerciale dhe pse, në fund të ditës, është kaq e rëndësishme për funksionimin e ekonomive moderne? Le të zbulojmë. Dëgjoni pak të përkufizim nga zoti Kenley. Është kaq elegante i thjesht, apo jo? E kap thelbin në mënyrë perfekte. Banka funksionon si një rrugë me dy drejtime. Nga njëra anë, ajo mbledh para përmes depozitave dhe nga ana tjetër i jep ato para si kredi. Ky qarkullim është zemra e sistemit bankar. Dhe kjo na sillte metafora më e mirë për të kuptuar një bankë. Imagjinojeni si një urë të madhe. Në njërin anë të urës janë njerëzit e bizneset që kanë kursime, pra para shtesë. Në anën tjetër, janë ata që kanë nevojë për para për të investuar, për të blerë një shtëpi apo për të zgjeruar biznesin. Banka është pikërisht ura që i lidh këto dy anë, duke i kanalizuar kursimet atje ku ato mund të jenë produktive. Mirë, tani që e kemi të qartë konceptin bazë, le të hedhim një vështrim më të gjerë. Bota bankare nuk përbëhet vetëm nga bankat komerciale. Le të shohim se si ato pozicionohen në një ekosistem shumë më të larmishëm financiar. Si shihet, kemi një gamë të tërë bankash. Për shembull, ndryshe nga bankat komerciale që merren me llogaritë tona të përditshme, bankat investive fokusohen te tregjet e kapitalit dhe ndihmojnë korporatat e mëdha. Dhe pastaj, në krye të piramidës, qëndron banka qendrore, e cila është praktikisht banka e vetë qeverisë dhe rregullatori i gjithë sistemit. Në rregull, tani le të futemi brenda, le të themi në dhomën e motorit të një banke. Si funksionon ajo në praktik? Do të eksplorojmë 3 funksione themelore që përbëjnë shtyllat e aktivitetit të çdo banke komerciale. Këto janë ato të treja: pranimi i depozitave, dhënia e kredive dhe krijimi i paras. Po, e dëgjuat mirë. Këto 3 aktivitete nuk janë të ndara, ato janë thellësisht të ndërlidhura dhe absolutisht jetike për funksionimin e ekonomisë. Le të fillojmë me të parin, pranimi i depozitave. Kjo është mënyra kryesore se si bankat mbledhin fondet e tyre, pra lëndën e parë. Dhe kjo bëhet përmes 3 llojeve kryesore të llogarive që shumica prej nesh i njohim. Llogaritë rrjedhshe për përdorim të përditshëm, ato të kursimit dhe depozitat me afat. Tani, kalojmë te funksioni i dytë, kreditdhënie. Këtu dallimi më i madh është mes kredive të siguruara dhe atyre të pasiguruara. Një kredi e siguruar ka një kolateral, le të themi një shtëpi apo makinë, që shërben si garanci. Kjo ul rrezikun për bankën, ndaj dhe interesi është më i ulët. E kundërta, ndodh me kredite pasiguruara, ku rreziku është më i lartë e bashkë me të edhe interesi. Dhe tani, mbahuni fort sepse arritëm tek funksioni më fascinues dhe ndoshta më pak i kuptuari, krijimi i paras. Kur një bank jep një kredi, a hap ti kush një kasafort dhe numëron kartë monedha? Jo, as pak. Banka thjesht shton shifrën në mënyrë digjitale në llogarinë e huamarrësit dhe bam, në atë moment paratë e reja në formën e kredis sapo u krijuan nga hiçi. Ky është një koncept transformues. Sigurisht, dhënia e kredive nuk është një proces i rastësishëm. Do të ishte kaos. Përkundrazi, ai udhëhiqet nga disa parime shumë të rrepta, ose siç mund t'i quajmë, rregullat e lojës, të dizenjuara për të menaxhuar rrezikun dhe për të garantuar shëndetin financiar të bankës. Le të zbërthem këto 4 shtylla themelore që udhëheqin çdo vendim që një bank merr kur vendos të japë një kredi. Janë siguria, fitim-prirja, likuiditeti dhe shpërndarja e rrezikut. Së pari, siguria. Ky është parimi absolutisht numër 1. Banka duhet jetë sa më e sigurt që paratë do të kthehen brapsht, dhe pikërisht këtu hyn në lojë kolaterali. Ai shërben si një rrjet sigurie, duke i dhënë bankës besimin se investimi i saj nuk do të humbas. Më pas, fitim-prurja. Parimi i tretë është likuiditeti. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që banka duhet të ketë gjithmonë para të gatshme, cash, për të përballuar tërheqjet e depozitorëve. Imagjinoni sikur shumë njerëz të shkojnë në bankë në të njëjtën ditë për të tërhequr kursimet e tyre. Banka duhet të jetë në gjendje t'i paguajë ata menjëherë. Prandaj, ajo nuk mund t'i bllokojë të gjitha paratë në kredi afatgjata. Dhe në fund kemi parimin e artë që vlen kudo në financë. Mos i vendos të gjitha vezët në një shport.
Një bank e mençur nuk i përqendron të gjitha kreditet e saj në një sektor të vetëm, si për shembull ndërtimi, sepse nëse ai sektor përballet me një krizë, humbjet për bankën do të ishin katastrofike. Diversifikimi është çelësi. Okej, i kemi parë të gjitha pjesët e këtij mekanizmi kompleks. Tani është koha t'i bashkojmë të gjitha dhe të përforcojmë idenë qendrore. Cili është, në thelb, roli një banke komerciale? Ja ku është thelbi i gjithçkaje. Bankat janë ndërmjetesë financiar mjeshtror. Ato marrin kursimet tona afatshkurtra, para që ne mund t'i duam nesër, dhe i transformojnë me zgjuarsi në investime afatgjata, siç janë kreditet për biznese apo hipotekat. Ky proces transformimi është karburanti që vën në lëvizje motorin e rritjes ekonomike. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të menduar. Ndaluni një moment dhe imagjinoni si do të dukej bota jonë ekonomike pa atë urë lidhëse që ndërtojnë bankat. Si do të financoheshin idetë e reja dhe ëndrat e mëdha. Kjo është diçka për tu menduar thellë,